Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e të shtunës në Petov pranë forcave të ndërhyrjes së shpejtë ku një automjeti Benz ka përplasur 2 kombësor, çift bashkëshortësh dhe si pasojë e goditjes së fortë kanë marrë lëndime. Ata janë transportuar me urgjencë në spitalin rajonal të Fierit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore dhe sipas burimeve ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor mbërritën menjëherë në vend ngjarje për të përcaktuar shkaqet e këtij aksidenti. Sipas informacionit paraprak, bëjmë me dije se rreth orës 18:20 në aksin rrugor Fier-Libofsh, automjeti tip Benz që drejtohej nga një shtetas 55 vjeç ka përplasur 2 këmbësor, një 62 vjeç dhe një 55 vjeçe, të cilët ndodhen në spital për ndihmë mjekësore jashtë rrezikut për jetën, bën me dije policia. Po ashtu grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit. Policia bën me dije se po ashtu një tjetër aksident rrugor është regjistruar po mbrëmjen e të shtunës në bajpasin e Fierit në afërsi të fshatit Mbrostar. Sipas informacioneve paraprake të policisë, një furgon është goditur nga një automjet tjetër, ndërsa të 2 automjetet po lëvizin në të njëjtin drejtim. Si pasojë e përplasjes janë shkaktuar dëme materiale, ndërkohë që nuk raportohet për persona të lënduar rënd. Menjëherë pas ngjarjes në vendin e aksidentit më rritën shërbimet e policisë, ndërsa ajo ka shoqëruar njërin prej drejtuesve të mjeteve për verifikim të mëtejshëm, ndërsa po punohet po ashtu për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.